Tash po flitet edhe për shkëmbim territoreve e këtu, në qoftë se ndodh shkëmbimi, na nuk e di çka dojmë me bas, ku dojmë me metas. Unë jam Avni Halili, nga fshati Ceroj. Ky është fshati më verior i Kosovës. Këtu në fshatin tonë jeton familja ime edhe 9 familje tjera që jetojmë këtu në komunë, në fshatin Ceroj, komunës Leposaviqit. Këtu na jetojna më shumë me bagti, bujqësi që tu punë të fshatit që janë. Punësum ka shumë pak këtu të na. Qeveria nuk ka qasje që është në të fshatra, kënenaj jemi të anashkallum. Jemi 9 anëtar këtu dhe familjen e maj me bagti, për vetë jemi punësum në bistrit që të si rojtar, punaj. Qështu që so punë fshatit punojna. Ka pak dru, livadhet, serën, bashqen. Nëse më pyet se a jem të sigurt ajo, sa i përket këtu në fshat, nuk kem da një problem, po rrugën e kena shumë pasigurt për shkak të lartësisë dhe kushtet e rrugës që janë. Përveç problemeve gajleve që i kem në këtë pjesë ka, tash po flitet edhe për shkëmbim territoreve e këtu, në qoftë se ndodh shkëmbimi, na nuk e di çka dojmë me bas, ku dojmë me metas. Bile na për këtë temë nuk po di ku po jesëm as, çka po bojmë as, qysh me ja bo as. Hiç s'kem kurfar ideje për këtë punë. Nëse bohet qysh po flitet, prej këtu poshtë është reka, e ajo pjesa nenaj po shkëputet, do me thonë, prej territorit tonë. Këtu në maj flamurin kombëtar, sepse gjithmonë këtu vene kanë qenë shqiptare.